Se normalisht në një vend normal duhet kishte mbajtur përgjegjësi, duhet kishte dhënë llogari se gjithë këto emra, të cilët i ka zgjedhur vetë, i ka prezantuar vetë, me të cilët ka fituar zgjedhjet, që kanë të tillë, domethënë, kaq të përpara ligjit, kaq të brisht për shkak të shkuar se nuk po i shpall fajtorun, se nuk kemi drejt në mi shpall fajtor. Po, fajtori shpall drejtësia. Por ama ti nuk mund të luash me prezumimin e pafajësisë, sepse nëse ti shpallash fajtor, qytetarët që të kanë pas ty në krye, çfarë do bëjnë? Se këto luajnë me prezumimin e pafajësisë. Prezumimi i pafajësisë për mua duhet të jetë një qëndrim individual që fitoje gjyqin dhe ktheu edhe më i fortë politik. Po fitoje përballë si qytetar. Kush e ka fituar gjyqi dhe është kthyer këtu si fitimtar? Nuk thua një që e ka fituar. Prandaj po them. Po e kanë humbur pra. Pikërisht pra. Do të thotë që ne s'kemi precedent, se unë do doja për shembull. Shiko. Do doja që këta njerëz, cilët të shkonin, ne t'i kërkonim gjykatave dhe prokurorëve që ta shpejtonin këtë proces me gjithë politikanët, të cilët nuk kanë bëjnë me fatin e tyre, kanë bëjnë me fatin e një pjesë politike tjetër, dhe t'i mbështesim valla, se nëse janë të pafajshëm, atëherë është njeriu duhur. Patjetër, kur del dikush i pafajshëm, ore, siç, edhe me zotin Berisha e kam thënë përballë, jo 6 milion, po dhe 16 milion, po me kusht që ti kërkosh Departamenti Amerikan Shtetit të hapet dosjen, që ta marrin vesh, ore ta ka bërë Rama vërtet, nëse e ka bërë. Çfarë presim më? Hajde të sillim ty pushtet se pas ngënjur ti meritoke të jeki këtu. Por jo me lobu me të heq në ngratën, po me lobu me hap dosjen që shqiptarët kuptojnë. Për të parë se kush e bëri shpalljen e tij në ngrata. Dhe këto do ishin dakord gjithë me mbledh para dhe të shkojmë të hapim nëse është çështje shumë e parash, më thënë. Por nuk ndodh kështu, pra. Pra, në finale po për ta përmbledhur shkurt pjesën e kësaj analize, nuk po frymëzon dhe kjo opozitë për të nxjerrë njerëzit në shesh, mund ta themi kështu? Unë e thash ti e përmblodhe, domethënë. Po, e thash më teorem, shiko, prap, domethënë e gjitha kjo është pikpyetje që para se ti kërkosh dikujt diçka, duhet të bësh pyetje vetes. Para se ti kërkosh qytetarëve të mbështesin, do të bësh pyetje vetes. Okej, nuk e heqim asnjë presje qëndrimeve që ka patur opozita, që e ka mbështetur dhe raporti ose bëjë Dirit, që e dimnë ne të gjithë lidhur me mënyrën se si qeveria ka përdorur fondet, ka përdorur inxhinieringun për manipulimin e votës, për devimin e votës. Këto janë të gjitha të evidentueshme. Do thosh ti kur thua të gjithë këto pse I kërkon opozitës. Unë mendoj që nuk ka vend në botë që të besoj të një forcë politike e ndershme, e fortë, e drejtë, dhe që mos ta mbështes popullin. Sado që të jetë, sado që të ndodh, më thënë në këtë pikë. Po të shikojmë, për shembull, kemi një krizë në Serbi. Çfarë ndodh atje? Qytetarët që janë ngritur me të drejtë, e kaluan një vit. As ke qeveria, dhe e kaluan një vit që janë në shesh. Po pra, po nuk besojnë këtë dy dhe kërkojnë një ndryshim kolosal të gjithë klasës politike. Pra, dhe një rezistencë një vjeçare, mbi një vjeçare. Qytetarët ngrihen në raportin e kësaj gjë, por edhe kur nuk janë dakord me të gjitha këto pikat. Nuk mund t'i fajsojë një forcë politike. Aq më tepër opozita nuk mund të fajsojë qytetarët pse sillen kështu, më thënë në këtë raport. Por ti frymëzoj, ti bëj të tillë që të kthehet instrument në duart e qytetarëve që ata të besojnë që kjo është forca politike me cilën do të bësh rotacionin. Se në demokraci me politikë do t'i bësh, çfarë do të bësh me armë? Pra, patjetër me mjetet demokratike. Pse jemi të shqetësuar në Partinë Demokratike? Se është mjeti politik më sot për sot, më forca dytë politike në Shqipëri, opozita më e madhe, që të cilët duhet ketë ngre këtë shpresë, domethënë që ti bësh shqiptarët ndoshta edhe duke mos zëvendësuar qeverinë, po të jetë aty një instrument shumë I rëndësishëm që qytetarët e shikojnë atë si mundësim që në çdo moment ta ndryshojnë qeverinë. Dhe alternativën për të ardhmen. Tirana nuk do të ketë zgjedhje. Erion Veglia e fitoi betejën me Edi Ramën dhe me Bajram Begaj në gjykatën kushtetuese. Një natë më parë kryeministri dhe kryetari I Partisë Socialiste mbledhi deputetët, ish deputetët shtabin e Tiranës, I njoftoi dhe I dha qëndrimin pas vendimit të gjykatës kushtetuese, I tha të vazhdojnë të punojnë, të jemi gati kurdo që të jenë zgjedhjet. E shikon këtë fitore politike të Veliajt në gjykatën kushtetuese, plus në momentin kur ai ta ankimoi masën e tij arrest me burg po në kushtetuese? Shiko, kjo e ka kthyer Veliajn në një lloj burgosi politik. Po kjo I shërben pushtetit lokal, jo Veliaj. Veliaj betejën e ka me dosin që ka në gjykatë penale. Nuk e ka me, domethënë, e gjitha që është në gjykatë kushtetuese është procedurë që ka të bëjë